Për shembull, persona cilat i merr si moler me e ly shtëpinë private, jo ndadot, mundet tu i la xhamat, ajo bjen, asnjëri me asnjërin nuk kemi kontratë punës, edhe mirë po unë e paguaj për atë shërbim. Po, veç inspektorati po thu se nxje nëse s'ki kontratë. Nuk ka të drejtë. Nuk kuptoj, aty ku nuk ekziston relacioni punëdhënës punëmarrës. Ti nuk e nxjesh. Ligji për siguri dhe shëndet në punë nuk e. Sipas ligjit për siguri dhe shëndet në punë, aksident në vendin e punës llogaritet vetëm ai rast kur punëtori domon si pasojë aktiviteteve në punë pson lëndim edhe pson fatalitet në këtë rast. Informalitet kur 30% punëtorëve s'kan kontrata pune, çu konsiderohet kjo? Edhe në anën tjetër domon kjo është Okej, nëse ka vdekje lëndimit mas 6 muaje, a e llogariti? Që inspektorati ka procedura në kuptimin prej momentit, sikur tash që e merr informatën, e trajton rastin, del me një raport, pastaj, si pasojë atyre të gjetërave, vjen me një përfundim edhe a shqipton masën dëshkimore apo të tjera. Jo, vdekje po më intereson që u llogarit. A e këshyr edhe procesin e rikuperimit? Që është dikush që s'ka dek krejt, po është u rikuperu. Edhe des mas disa mujve qështë ta Jusufi. Qështë e llogariti? Jo, vetëm nëse thjesht ose është informat nga familja, diçka në të kundërtën në aspektin procedural. Nuk e kemi të rregulluar që e përcjellmi. Mirë, veç pak, Jusuf, ta sqarojmë çto. Pi 13 vetave, a janë krejt që ta 13 që kanë vdekë në periudhën masi që janë rrëzu apo ka ndodhur diçka, apo qysh i ki klasifiku 13 vdekje në... Mendoj që këto 3-4 raste nuk janë që janë lëndu dhe kanë vdekë pas në 3-4 raste nuk janë më shumë dhe po e përsëris sepse është një thënie diçka që po e tham publikisht. Për këtë që e tham, unë po e përgjegjësi, apo kupta. Mirë, veç kallzona rastet. Cilat janë rastet që s'ti kanë gjej inspektorati? Nuk e kam kthyer në cilat. Por nuk e besoj as. Unë mendoj që kur vdesin në rastet dhe nëse vdes në vendin e punës, mendoj që mirë është me pas kontratë, por nëse nuk kanë ta po kontratë. Nuk jetë kena po thot diçka. Nëse ta shpjegoj mirë se shumë e rëndësi. Janë këto për shembull persona cilat i merr si moler me e ly shtëpinë private, jo ndadot, mundet tu i la xhamat, ajo bjen, asnjëri me asnjërin nuk kemi kontratë punës, edhe mirë po unë e paguaj për atë shërbim. Po, veç inspektorati po thu se nxje nëse s'ki kontratë. Nuk ka të drejtë. Nuk kuptoj, aty ku nuk ekziston relacioni punëdhënës punëmarrës. Ti nuk e nxjesh. Ligji për siguri dhe shëndet në punë nuk e.